Fillimisht dua të ndaj shqetësimin dhe brengën e njëjtë me gjithë ju këtu të pranishëm dhe bashkëqytetarët tonë në lidhje me 4 vrasjet e regjistruara në 3 ditët e fundit. Ftoj organet e rendit, hetuesisë dhe drejtësisë që të trajtojnë me seriozitetin më të lartë shkaqet, rrethonat dhe predispozitat e dorazëve në mënyrë që edhe të vihet drejtësi edhe të parandalohen raste të këtilla në të ardhmen. Vrasja është akti më i rëndë që mund t'ja bëjë njeriu njeriut, ajo asnjëherë nuk guxon të normalizohet. Vrasja është jo vetëm vrasje e njeriut, por edhe e shoqërisë në të cilën ai njeri bënte pjesë, pra shoqërisë sonë. Gjithë vendi është tronditur e është lënduar nga kjo seri e vrasjeve që duhet të ndalohet, të ndalet, të dënohet. Na duhet natyrisht analizë kujdesshme profesionale, veprim i menjëhershëm institucional dhe reflektim shoqëror që adreson dhunën që kemi parë në këto ditët e fundit. Kjo është thirrje për të gjithë ne, për secilin prej nesh. Edhe për faktin që këto vrasje ndodhen pikërisht në javën kur shënojmë 26 vjetorin e fillimit të fushatës së bombardimeve të NATO-s në Kosovë për ta ndalë gjenocidin e Serbisë dhe përkujtojmë masakrat e njëpasnjëshme të aparatit shtetëror të Serbisë që synonte shfarosjen e popullit shqiptar. Bashkë me kolegë nga kjo mbledhje unë do të vazhdoj për Krusht të Madhe e Krusht të Vogël. Në emrin tim dhe të qeverisë shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve të viktimave dhe u qëndrojmë pranë në këto ditë të vështira, teksa ritheksojmë kërkesën për angazhim maksimal të organeve të rendit dhe të drejtësisë. Të nderuar zëvendës kryeministra, ministra dhe zëvendës ministra, të nderuar punonjës të kryeministrisë dhe të medjave, të dashur qytetar, mirë se po takohemi në këtë mbledhje të rregullt qeverisë që po e mbajmë në një datë të jashtëzakonshme. Sot, 4 vjet më parë, me 26 mars 2021, qeveria jonë që këtë javë ka mbushur 4 vjet e mbajti mbledhjen e saj të punës aso kohe. Prej atëherë jemi takuar të paktën 2 herë në muaj në këtë sallë, në gjithsej 254 mbledhje, përfshirë edhe ato elektronike. Kemi marrë 2257 vendime, secili dhe gjithmonë të mirë të mirëqenies së qytetarëve, të zhvillimit ekonomik, të reformave të nevojshme për progres dhe mbrojtje të interesit shtetëror e publik. Në mes të këtyre mbledhjeve janë 1464 ditë nga dita e parë e marrjes detyrës, punë përditshme nga secili prej jush, me rezultate konkrete për gjithë secilin qytetar që vlerësua lart nga po ata në zgjedhjet e 9 shkurtit. Në ballafaqim me pandeminë, përballë krizave të energjisë dhe inflacionit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë, përkundër pengesave dhe vonesave dëshpëruese me ankesa opozitare në gjykatë kushtetuese që bllokuan shumë gjëra përfshirë edhe ato të çmimeve tavan për produktet bazike, e pavarësisht sulmeve paramilitare dhe terroriste dhe përpjekjeve të vazhdueshme të Serbisë për destabilizim, e përmbi zhurmën e madhe të debateve televizive të mbrëmjes, qeveria jonë ka arritur rezultate të jashtëzakonshme. Unë po i rendes vetëm kryesoret prej tyre në këtë 4 vjeçar tonin të përbashkët. Liberalizimi i vizave nga Bashkimi Evropian, Tajlanda,
energjisë elektrike. Nga bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes me SHBA, kemi blerë sistemin raketor antitank Javelin dhe do të blejmë edhe helikopter Black Hawk apo skifter Z, siç quhen në Shqip. Kurse javën e kaluar kemi bërë një hap jashtëzakonisht të rëndësishëm për sigurinë dhe paqen në rajon, duke nënshkruar deklaratën trepalshe në fushën e mbrojtjes me Republikën e Shqipërisë dhe Republikën e Kroacisë. Do të organizojmë ngjarjen më të madhe sportive në historitë të vendit, lojrat mesdhetare 2030, për të cilën do të bëhen mbi 250 milion euro investime në infrastrukturë sportive. E veçanërisht me intensitet lartë do të punohet në rregullimin e infrastrukturës futbollit me 200 milion euro për mbi 20 stadiume anë e mban vendit. Vendi ynë do të ketë infrastrukturën më të mirë të futbollit në rajon, duke përfshirë edhe stadiumin nacional. Të nderuar koleg, Republika e Kosovës është e fortë dhe po bëhet çdo herë e më vitale. Zgjedhjet dhe referendumet e Serbisë nuk mbahen më në Kosovë siç bëheshin më përpara. 8 palë zgjedhje të Serbisë dhe një referendum është mbajtur prej se kemi shpall pavarësinë e para se të vishim në qeverisje. Prej kur kemi ardhur në qeverisje, as zgjedhje, as referendum. E mbani mend mirë që në qershor të vitit 2020, vetëm 17 ditë pasi unë kam dalë nga zyra, janë mbajtur zgjedhjet lokale të Serbisë. Jo parlamentare, zgjedhjet lokale të Serbisë. Me 21 qershor 2020. Dhe prej se kemi marrë në detyrën, me 23 mars 2021, nuk ka më as zgjedhje të Serbisë, as referendume të Serbisë në Kosovë. Me vendosmërinë e ligjit, për herë të parë që nga pas lufta, kemi vënë në qeverisje verinë e Kosovës, jemi përmirësuar për 31 vende në indeksin e perceptimit të korrupsionit të Transparency International, duke arritur kushtuar renditjen më të mirë dhe vlerësimin më të lartë ndonjëherë për vendin tonë në këtë indeks. Sipas vlerësimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, jemi një nga vendet me rritjen më të lartë në Evropë. Dhe si një rast i rrallë dhe i shquar, vendi ynë Kosova jon pra, nga shtet përfitues i Agjencisë Ndërkombëtare për Zhvillim Bankës Botërore, për më shumë se 15 vjet, tash tutje do të jetë në mesin e vendeve që kontribuojnë në këtë agjenci. Nuk jemi shtet që vetëm përfiton e konsumon, por edhe i tillë që prodhon e kontribon në organizmat ndërkombëtar ku marrin pjesë e ku jemi antar. Të nderuar antar të kabinetit, kolegë dhe bashkëpunëtor të dashur qytetar, ju faleminderit për punën e madhe dhe angazhimin e pandërprerë dhe mbështetjen e vazhdueshme. Këto 4 vjet të mandatit tonë ja kanë vlerëtur fort për Republikën tonë dhe për qytetarët e Republikës. E të dashur qytetar, në veçanti ju jemi mirënjohës për besimin e dhënë, nuk ka nder e privilegj më të madh se t'ju shërbejnë juve qytetarë të dashur të Republikës. Ju faleminderit e tash po vazhdojmë me pikat e para për mbledhjen e sotme, duke nisur me shqyrtimin e propozimit vendimit për themelimin e Këshillit Organizativ për shënimin e 12 qershorit ditës shërimit të Kosovës. Teksa çdo pranverë të vitit kujtojmë e nderojmë të gjithë ata që kontribuan për lirinë, por edhe festojmë arritjet e lirisë, është detyra jona që me memorien më të kthjellë kolektive ta kujtojmë për liri e paqe, për qytetarët e aleatët tonë, për Republikën e Kosovës, ditën tonë të çlirimit e të paqes. Andaj të nderuar kolegë, sot po themelojmë Këshillin Organizativ për shënimin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të Kosovës në këtë përbërje. Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit kryesues, Ministri i Mbrojtjes antar, Ministri i Punëve të Jashtme dhe Diasporës antare, Ministri i Drejtësisë antare, Ministri i Punëve të Brendshme antar, Ministri i Administrimit Pushtetit Lokal antar dhe përfaqësues nga zyra e kryeministrit antar. Ftohen që të dërgojnë nga një përfaqësues në Këshill, zyra e presidentes, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Komuna e Prishtinës, komandanti i Forcës së Sigurisë, kryetarët e organizatave të dalë nga lufta e UÇK-s, kryetari i Asociacionit Komunave të Kosovës, familja Jashari dhe përfaqësues të organizatave qeveritare. Me kërkesë të kryesuesit të Këshillit Organizativ mund të themelohen nën grupe për realizimin e aktiviteteve sipas nevojave të këtij këshilli. Nëse nuk keni ndonjë vërejtje, ju ftoj për miratim, kush është për?
Faleminderit, kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e dytë është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e zëvendës drejtorit ekzekutiv për trajtim të burgosëve në shërbimin korrektues të Kosovës. Pas përfundimit të procedurës së rekrutimit, Komisioni i Pranimit ka propozuar kandidatët më të suksesshëm, për çfarë e ftoi zëvendës ministrin e drejtësisë, Zotëri Blerim Sallahun, që ta marrë fjalën. Faleminderit, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra, në përputhje me nevojat organizative dhe mbaravojtjen e punës së shërbimit korrektues në Kosovë dhe në harmoni me legjislacionin përkatës në fuqi, pas njoftimit të datës në 9/12/2024 nga Komisioni ad hoc për renditjen e përfundimtare të kandidatëve lidhur me procedurën e rekrutimit, paraqes parajosh për shqyrtim dhe aprovim emërimin e Zotit Ridvan Hoti për pozitën zëvendës drejtor ekzekutiv për trajtim të burgosurve në shërbimin korrektues të Kosovës. Andaj, me respekt, ju ftoj që ta votoni propozim vendimin e fjalë. Faleminderit zëvendës ministrit Sallahu, e do fjalën dikush për diskutim. Me që jo atë ju ftoj për miratim, kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika tjetër është shqyrtimi i propozim vendimit për emërimin e drejtorit të përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit. E ftoj ministrin e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, zonjën Rozeta Hajdari, ta marrë fjalën. I nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra e zëvendës ministra, lejoni që në emër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë si bash se këtij propozim vendimi për emërimin e pozitës së drejtorit të përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës, shkurtimisht të paraqes arsyeshmërinë e propozim vendimit. Akreditimi si një proces me rëndësi të lartë për ekonominë vërteton cilësinë dhe besueshmërinë e institucioneve dhe bizneseve, pasi që përmes këtij procesi vlerësohet përputhshmëria e produkteve dhe proceseve shërbimeve me standarde ndërkombëtare dhe vendore, duke garantuar kështu që ato të ofrojnë një nivel të lartë të cilësisë. Procesi i përgjedhjes për këtë pozitë të nivelit të lartë drejtues është zhvilluar në mbështetje të nenit 49 të ligjit numër 08/197 për zyrtarit publik, nenit 16 të rregullores së qeverisë numër 15/2023 për procedurën e pranimit në shërbimin civil e ndryshuar dhe plotësuar me rregulloren numër 5/2024. Tutje komisioni vlerësues pas zhvillimit të gjitha fazave të procedurës rekrutuese ka hartuar raportin e përgjedhjes së kandidatit për pozitën drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës. Andaj, bazuar në raportin e lartë përmendur, ju propozoj që në këtë mbledhje të qeverisë ta miratoni propozim vendimin për emërimin e Zotri Irfan Lipovica në pozitën drejtor i përgjithshëm në drejtorinë e përgjithshme të akreditimit të Kosovës. Ju faleminderit. Faleminderit ministra Hajdari, do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 4 është shqyrtimi propozim vendimit për aprovimin e analizës juridike për thjeshtimin, bashkimin ose eliminimin e lejeve ose licencave të lëshuara në kuadër të Autoritetit të Aviacionit Civil, Bankës Qendrore të Republikës Kosovës, Zyrës Rregullatorit të Energjisë, Autoritetit të Rrugave të Kosovës, Autoritetit Rregulativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Autoritetit Rregulativ të Shërbimeve të Ujit, Komisionit Pavarur për Media dhe Komisionit Pavarur për Minjera dhe Minerale. Zyra ligjore ka koordinuar procesin e përgatitjes së analizave juridike për thjeshtimin e lejeve dhe licencave në agjencitë rregullatore dhe harmonizimin e tyre me legjislacionin në fuqi. Miratimi i kësaj analize juridike në mbledhjet e qeverisë mundson zvoglimin e barrës administrative, unifikimin e procedurave për lëshuarjen e lejeve dhe licencave, përcaktimin e obligimit të institucioneve për të vepruar në pajtueshmëri me kompetencët e përcaktuara me ligj, reduktimin e kërkesave informative të obligueshme, të panevojshme dhe kohës së humbur në procesat administrative, thjeshtimin e informatave të obligueshme duke mundësuar sigurimin e tyre edhe në mënyrë elektronike, respektimin e parimit të ligjshmërisë, parimit që procedura është pa pagesë dhe duke pas rëndësinë e këtij propozimi, ju ftoj për miratim nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim. Kush është për? Faleminderit, kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 5 është shqyrtimi i propozim vendimit
për anulim të pjesëshëm të vendimit përfundimtar numër 06/98 datës 18 prill 2019, për t'i dhënë zgjedhje përfundimtare ndërtimit të rrethrotullimit të nevojshëm të përshtatshëm për qytetarët, Drejtoria për Katastër e Komunës Gjilanit ka hartuar një elaborat të ri shpronësimit për qarkoret, andaj sot po trajtohet ky anulim i pjesëshëm i shpronësimit për disa parcela të pezulluara. E ftoj zëvendës ministrin e mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës, zotëri Jeton Drakën, që ta merr fjalën. Faleminderit të nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, të nderuar ministra, zëvendës ministra. Departamenti i shpronësimit godër të Ministrisë Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, nga subjekti kërkues njësia për zbatimin e projektit, në mënyrë zyrtare ka planuar kërkesën për anulim të parcelave të pezulluara nga kompenzimi sipas vendimit përfundimtar numër 06/98 të datës 18/04/2019 për projektin zgjerimi i rrugës nacionale M25 hyrje në Gjilan. Pra pas këtij anulimi, këto prona do të trajtohen nga Drejtoria për Katastër e Komunës së Gjilanit, e cila do të hartojë një elaborat të ri të shpronësimit për qarkore, duke mundësuar kështu zgjidhjen përfundimtare për ndërtimin e rrethrotullimit të nevojshëm dhe të përshtatshëm për qytetarët. Departamenti i shpronësimit konstaton përmbushjen e dispozitave ligjore për miratimin e vendimit për anulim të pjesëshëm të vendimit përfundimtar numër 06/98 të datës 18/04/2019 dhe kërkojmë nga Qeveria e Republikës së Kosovës të nxjerrë vendim me të cilin miratohet vendimi për anulim të pjesëshëm të vendimit përfundimtar numër 06/98 të datës 18/04/2019 të parcelave të bashkëngjitur në tabelën e këtij vendimi. Andaj ju ftoj për miratim. Faleminderit. Faleminderit zëvendës ministër Laka. A do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim s'ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 6 është shqyrtimi i draftit raportit të përgjithshëm vjetor mbi inspektimet. Të nderuar kolega anëtar të qeverisë, ky draft raport tregon për kushtimin e vazhdueshëm për rritjen e efikasitetit dhe llogaridhënies së organeve inspektuese si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal. Në saj të draft raportit paraqitet një përmbledhje detajuar e aktiviteteve, ku theksi veçantë është ndryshimi i inspektimeve të realizuara, përdorimi i metodës së avancuar të inspektimeve të bazuar në rrezik, si dhe hapat që janë ndërmarrë deri më tani. Këto aktivitete janë bërë për ta shtyrë përpara reformën e inspektimeve në Republikën e Kosovës, gjithsesi rritjen e transparencës, efikasitetit dhe efektivitetit të inspektimeve. Për këtë e keni edhe materialin, nëse nuk e do fjalën dikush për diskutim, le ta miratojmë. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Pika e 7 është shqyrtimi i draftit të udhëzuesit për inspektimet e përbashkëta. Reforma e inspektimeve e filluar është duke trasuar rrugë të pakthyeshme drejt suksesit në fushën e inspektimeve, si pjesë e korpusit të udhëzuesve për inspektor që vazhdimisht po nxirren nga zyra e inspektorit përgjithshëm, është udhëzuesi për inspektimet e përbashkëta, i cili sipas ligjit për inspektime duhet të miratohet në qeveri. Inspektimet e përbashkëta luajnë rol vendimtar në avancimin e mbikëqyrjes ligjore dhe promovimin e pajtueshmërisë me standardet rregullative. Qëllimi kryesor është racionalizimi i burimeve duke garantuar interesin në të mirën publike. Ju ftoj për miratim. Kush është për? Faleminderit. Kundër s'ka, abstenim nuk ka, konstatojmë që miratohet. Dhe tek të ndryshme kemi një pikë, shqyrtimi i propozim vendimit për plotësimin e ndryshimin e vendimit të qeverisë numër 11 thyje për 2025 datës 21 mars 2025, për çfarë e ftoj ministrin e punëve të brendshme Zbriçla Esvesin që ta merr fjalën. Faleminderit shumë, nderuar kryeministër, të nderuar zëvendës kryeministra, ministra, zëvendës ministra. Lëni të propozoj vendimin e Ministrisë Punëve të Brendshme për ndryshimin dhe plotësimin e pikës në paragrafit 1.1 të vendimit të qeverisë numër 11 për 2025 datës 21 mars 2025 për emërimin e Komisionit ad hoc për vlerësimin profesional për pranimin në pozitat e larta drejtuese në agjencitë ekzekutive të Ministrisë Punëve të Brendshme. Ky propozim parashes vendësimin e kryesuesës së Komisionit zonës Afrodita Beka me zonën Lumnie Demi.
Propozimi është në harmoni plot me rregullore numër 17/2024 për punën e Qeverisë Republikës Kosovës dhe synon forcimin e procesit vlerësimit profesional duke garantuar transparencë dhe efikasitet në rekrutimin e drejtuesve të institucioneve. Duke pasur parasysh rëndësinë e vazhdimit të funksionimit të këtyre agjencive, kërkojmë miratimin tuaj për këtë propozim vendim. Faleminderit. Faleminderit Ministër Sveçli, a do fjalën dikush për diskutim? Kush është për? Faleminderit, kundër nuk ka, abstenim nuk ka. Konstatojmë që miratohet dhe me kaq e përfundojmë